Pas plot 3 javëve pushim shkaku I obligimeve të reprezentacionit për ndeshjet kualifikuese për kampionatin botror që do të mbahet në SBA, Kanada dhe Meksik, të premten vazhdon kampionati vendor në ligën e parë me ndeshjet e Xhiros së 10 të sezonit vjeshtor. Java e 10 me ndeshjet Bashkimi Shkupi dhe Tikveshi Arsimi. Në stadiumin e Bashkimit në Kumanov, skuadra vendase është një koqire e ekipit Shkupi, duke marrë parasysh situatën e vështirë tek skuadra e Çajirit. Skedari I Bashkimit konsiderohet favorit, por megjithatë nuk ka vend për nënvlerësim, por vetëm angazhim maksimal për të arritur tek qëllimi. Pas 9 xhirove të zhvilluara, Bashkimi me 15 pikë mban pozitën e 5, ndërsa Shkupi me vetëm 1 pikë të fituar mban pozitën e fundit. Në stadiumin e qytetit në Kavadar përballen Tikveshi Vendas dhe Arsimi I Çegranit, dy ekipe të cilat mbajnë pozitën e 8 dhe të 9 me nga 8 pikë të grumbulluara. Kjo situata aktuale e dy skuadrave premton lojë të mirë dhe pa kompromis. Skuadra e Arsimit pauzën 3 javore e ka shfrytzuar për eliminimin e disa mangësive, sidomos në repartin e mbrojtjes. Për ndeshjen e nesërme me ekipin e Tikveshit në Kavadar, trajneri Vildan Saliu u shpreh optimist se mund të kthehen me pikë maksimale. Sot jemi duke zhvilluar stërvitjen e fundit përpara ndeshjes së nesërme kundër Tikveshit. Sigurisht na pret një ndeshje vështirë, pasi që tankos kemi potencial dhe të lojtarët nuk kanë ndeshje të lehtë në këtë lloj gare. Kështu që besoj se do të japim maksimumin. Sigurisht ky pushim na ka bërë mirë gjithëve neve, për shkak se në ndeshjen e fundit kampionat zhvilluam një ndeshje shumë të keqe, gjithë ekipi. Prandaj ky pushim është I mirëseardhë dhe realisht edhe pak për të reflektuar dhe për të qetësuar kokat tona, sepse vërtet ishte një atmosferë shumë jo pozitive. Por futbolli ka prezantuar dhe ne jemi të vetëdijshëm se këto situata duhet me I përballu. Prandaj kemi punuar në drejtimin në aspektin psikologjik me punu me lojtarët, me ngrit vetbesimin, me ngrit dëshirën, sepse vetëm këtë mënyrë ne mund të arrijmë qëllimet tona. Gjatë kësaj pauze sigurisht na kena zhvilluar edhe dy ndeshje kontrolluese kundër Cileksit dhe kundër Teteksit, të cilat ishin shumë pozitive, arritëm dy fitore. Dhe besoj gjithë lojtarët dhanë maksimumin, morën hapësirën e duhur, gjithë lojtarët që me pas kontinuitet që sa më shumë opsione kemi ne për ndeshjen e nesërme. Të shtunën gjithashtu në program janë 2 ndeshje interesante, pasi zhvillohen 2 ndeshje të tjera ku do të përballen Struga Trimlum me AP Brera, ku vendasit janë favorit absolut dhe presin të regjistrojnë fitoren e 8 sezonale. Të shtunën gjithashtu përballen edhe Rabotnički me Makedonia Gjorgje Petrov. 4 takimet e së premtes dhe së shtunës fillojnë në orën 14:30.